Jam mirë sepse jam brenda në Madrid, nuk jam në zonën që ndodhet rreziku i flakës. Tani e gjithë bota po lexon lajme që vijnë nga Spanja. Lutem në mënyrë të përmbledhur, mund të thua çfarë po ndodh? Ishte një kaos që filloi ditën e mërkurë dhe të shtunën ishte, domethënë, rreziku më i madh. Madridi komplet u mbush me tym, sepse u shpërngulën gati 100.000 banorë nga fshatrat, nga 20 e sa fshatra vetëm në Madrid. Por sot është lajmi më i mirë, që t'i flasim shkurt, është lajmi më i mirë që shumë 13 fshatra nga Madridi, fshatarët po kthehen në shtëpiat e tyre. Dhe një gjë shumë e mirë është që thuhet edhe për vendin tonë tjetë ajo, që pastrimi i pyjeve bëhet në dimër, puna më e madhe bëhet në dimër, që të pastrohen pyjet. Atëherë rreziku është më i vogël. Qartë, zonja Gëllezi, çfarë ka shkaktuar këtë zjarr masiv? Temperaturat e larta, pakujdesia, mospastrimi si shtat? Temperaturat shumë të larta, diçka është që shumicën e zjarreve është pakujdesia e njerëzve, humanët, njerëzit. I shkaktojnë zjarret. Favorizuar nga temperaturat. Nga temperaturat, jo, po përdorin makina që janë të ndaluara, makinat korse, dhe ato shkaktojnë zjarret. Pra, 2-3 zjarre janë shkaktuar nga dora e njeriut. Qartë. Dhe pritet, gjëja më e mirë është që sot janë ulur, nuk është më ajo forca e madhe e zjarrit dhe njerëzit po kthehen, sepse nesër fillojnë temperaturat shumë të larta, mbi 40 gradë. Fatkeqësisht. Dhe aty është prita më e madhe. Raportohet për viktima? Nuk ka asnjë viktim. Prioriteti i parë ishte që mos kishte viktima. Prandaj u larguan njerëzit. Gjëja e mirë që ishte, u larguan gjithë njerëzit nga shtëpiat e tyre. Cila zonë e Spanjës është më e prekura nga zjarret sot që flasim? Madridi, zona e Madridit dhe Avila. Janë zonat më të prekura, që janë mbi 75.000 hektar të djegura. Qartë. Ndërkohë termometri madomendja temperatura rekord edhe sot. Sot është 38 gradë, po nesër pritet mbi 40 gradë. Fatkeqësisht. Zonja Gëllezi, falenderoj shumë edhe uroj që ti jesh mirë, ju edhe familjarët. Faleminderit. Përshëndes nga Tirana. Përshëndetje. Kënaqësi. Kemi mbritur në fund të kësaj hapësire informacioni, për lajmet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota, mund shkarkoni aplikacionin e Euronews.al në App Store dhe Google Play. Programet tona tashmë i ndiqni edhe në radio në frekuencën 105.7. Në orën 19 jeni me Mirela Milorin. Bashkë përshëndetemi këtu. Faleminderit.